Të dashur bashkëdhetar që jetonin në Athinë dhe kudo gjetë nëpër Greqi, dua t'ju falenderoj gjithë ju që tani më e keni kryer detyrën ndaj Adeut dhe keni votuar për zgjedhje historike të 11 majit. Janë historike sepse për herë të parë voton diaspora dhe ne mbajtëm fjalën tonë për t'ia garantuar diasporës zërin e vet përmes votës në zgjedhjet e 11 majit. Është shumë e rëndësishme për gjithë ata për ju që e keni tërhequr fletën e votimit, ta postoni dhe ta dorëzoni atë më njëherë në të gjitha pikat postare, qoftë të kompanisë DHL, por dhe të dy nën-kontraktorëve të vet, Kurier dhe Spidex. Tani ajo që na duhet dhe që duhet prej secilit prej jush është që ata që nuk e kanë tërhequr ende të lidhen me njerë dhe të shkojnë ta marrin vetë zarfin e fletë e votimit, ndërsa ata që e kanë tërhequr duhet që të mos të humbin kohë, por ta plotësojnë dhe ta kthejnë për t'i dhënë kohë kompanisë postare që t'i nisi ato për Shqipëri, e që 11 majit jenë gati për të numëruar, për t'i dhënë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste një fitore si asnjëherë tjetër, fal votës tuaj, fal votës diasporës. Ju përshëndes nga Athina.